Ekziston rreziku i zemrës për personat që flen vonë, studimi tregon të dhëna shqetësuese. Një studim i ri botuar në 28 janar tregon se personat që shkojnë shpesh vonë për të fjetur, të quajtur night owl, mund të kenë probleme të mëdha kardiovaskulare krahasuar me ata që ndjekin një ritëm tradicional të gjumit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna nga mbi 300.000 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar për rreth 14 vjet tregoi se njerëzit që shkonin vonë për të fjetur kishin 16% rrezik më të lartë për sulm në zemër dhe goditje në trun krahasim me personat me gjumë të mesëm. Efekti ishte më i dukshëm te gratë, ndërkohë personat e mëngjesit të quajtur larks shfaqen shëndet më të mirë të zemrës. Ekspertët theksojnë se rreziku nuk lidhet drejt për drejt me orarin e gjumit, por me faktor të modifikueshëm si duhani, gjumi i keq, ushtrimet fizike, dieta, pesha trupore dhe nivelet e sheqerit e kolesterolit. Në fakt, përdorimi i duhanit ishte përgjegjës për më shumë se 1/3 e rrezikut kardiovaskular të lidhur me gjumin e vonë. Rëndësia kryesore është e përqendruar tek faktorët e shëndetit të zemrës që mund t'i ndryshojmë, tha doktor Sina Kjanersith, bashkëautore e studimit. Për personat me ritëm të vonshëm rekomandohet të ruajnë një gjumë të mjaftueshëm, ushtrime fizike, dietë shëndetshme dhe të shmangin duhanin. Studimi gjithashtu u ofron këshilla punëtorëve me turne nate duke sugjeruar kompensimin e humbjes së gjumit dhe ruajtjen e zgjedhjeve të shëndetshme për ushqimin. Ekspertët nënvizojnë se edhe nëse nuk mund të ndryshojmë orarin biologjik, ndryshimet në stilin e jetesës mund të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin e zemrës.